Miqtë Prizmës. Në Kosovë, në pjesën politike të saj, sidomos në pjesën e pushtetit, në pjesën e albinizmit, ose Dejona Mihalit, portaleve anti-Shqipëri dhe anti-majorancës në Shqipëri, po themi, në një farë aleance me Partinë Demokratike, gjithmonë përfshi Kurtin, përfshi lëvizjen vetëvendose, përfshi ish presidentin, që vitin deri në Tiranë dhe kërkonte që Kuvendi i Shqipërisë tashim mbas 2 dekadave e gjys të dënonte krimet gjenocidin në Kosovë. E bënin këtë për të fituar pikë. Dhe njëkohësisht e bënin këtë për të thënë që shiko, Rama nuk e bën, Partia Socialiste nuk e bën. Prandaj, me që se keni bërë dhe nuk e bëni, ju jeni të Vučićit, ju jeni të Serbisë. Shqipëria është shërptore e Serbisë, vllai Ramës është Vučići, që në këtë rast unë as du me mbrojt Ramën as në plas, e dini ju se kush, për Vučićin e për Ramën bashkë. Ideja është se nuk ekzistojnë vetëm vitet e sotme. Këtyre maskareve në Kosovë, kurtiqve dhe lëvizjes vetëvendosje, Dejona Mihalit edhe Vjosa Osmanit, sigurisht njerëz të përçartur, njerëz të lebetitur të anti-shqiptarizmit, ju duhet përgjigjur me fakte. Kur këta nuk ishin askund, këta ishin të vegjël, këta nuk ishin fare. Kuvendi i Shqipërisë, Partia Socialiste e ka bërë me 10 herë. Pa filluar lufta, kur ka filluar lufta, kur ka vazhduar lufta, kur ka mbaruar lufta, dhe ka kërkuar shumë gjëra tjera përveç se të denoncoj gjenocidin. Dhe e bukura se majoranca jonë, Partia Socialiste, vetë Edi Rama, nuk japin përgjigje si duhet dhënë përgjigja. E lejnë kështu ama se ato janë, Kosovë. Nuk japin përgjigje sepse diçka duan të nxjerrin edhe kjo mënyra për të mos dhënë përgjigje. Në të vërtetë janë duke mohuar një veprimtari të partisë tyre, e cila sigurisht nuk mund të kërkohet nga derbeder politik si Kurti, Dejona Mihali dhe i gjithë klasa politike e lëvizjes vetëvendosje. Nuk mund të kërkohet se nuk ekzistonin. Kur Shqipëria e ka bërë, jo vetëm ka bërë atë, por ka pritur gati 1 milion kosovar, shqiptar të Kosovës, dhe sigurisht ka treguar me këtë që është një nga shoqëritë më të mira dhe më të evoluara për sa i përket. Shikoni, ne kemi shkuar 20.000 njerëz sulm në Bari, në natë e njëshin me anijen Vlora. Italianët brenda 2 javësh kanë kthyer 18.500. 1.500 ikën. I kthyen të gjithë, se nuk i mbanin dot. Ne sigurisht i kishim vëllezër të një gjaku, dhe do t'i mbanim të gjithë. Sot, në Kosovë, në sajt lëvizjes vetëvendosje, dhe në sajt Albin Kurtit, në sajt Vjosa Osmanit, që kërkon të bëhet e ndershme tash, në të vërtetë është një plotësisht një e pamoralshme, bile kërkon të bëhet pra presidente, është e jashtëzakonshme është. Në këtë drejtim tash gati jam me Kurtin, sepse e di që s'ka asnjë parim dhe asnjë vjen deri në Shqipëri e thot pse të dënoni o dënoni bashkë me një marksiste-leniniste të përkthjelur të Enver Hoxhës, që është Donika Gërballa. Edhe ajo vjen e thot po të njëjtën fjalë. Dhe këta nuk i përgjigjen, këta socialistat e famshëm. Edi Rama, si një provokator që e lën në tym naj për të krijuar urrëtie, nuk i përgjigjet. Nuk i përgjigjet, pavarësisht se diçka ka thënë. Dhe unë këtu, por rëndis rezolutat që fillojnë në vitin 1998 vetëm të Partisë Socialiste. Pa pjesëmarrjen e Partisë Demokratike.
jo iniciatore Partia Demokratike e Sali Miloševićit. Pa pjesëmarrjen e tyre, se dhe ata këtu në Shqipëri po të njëjtën punë bëjnë. Qohet ai Tritan Sheu, dy komunistat, Sali Berisha dhe Tritan Sheu, pse se bëni rezolutën jo. Kur ata kanë qenë mungesë, kur lëvizja vetëvendose nuk ishte formuar Parlamenti i Shqipërisë, Kuvendi i Shqipërisë, jo vetëm që ka bërë rezoluta, i ka denoncuar, i ka akuzuar dhe njëkohësisht ka kërkuar burgoshjen e Miloševićit. Ka akuzuar për gjenocid, për varre masive dhe për vrasje. Po i rreshtoi. Nuk është një debat në çështje e re. Është një histori e dokumentuar. Kuvendi i Shqipërisë ka folur janë rezoluta dhe janë të shkruara në Kuvendin e Shqipërisë. 17 prill 1998, represion dhe dhunë. Ku ishe ti Albin Kurti, ti Vjosa Osmani, ti Sali Berisha? Sali Berisha ishte, po nuk donte. Rezolut. 6 tetor 1998, luft etnike. Rezolut në Kuvendin e Shqipërisë. Ku ishe ti Albin? Ti Dejona, ti Vjosa dhe ti Donika Gërvalla. Ku ishit ju? Ku flinit? Çfarë bënit? Me kë rrinit? 24 dhjetor 1998. Gjenocid dhe spastrim etnik, rezolut në Kuvendin e Shqipërisë. 24 dhjetor 1998. Hemër Albin. Albin Çernagora, ku leshin, ku trapin ishe ti? Bashkë me Donika Gërvallën dhe me Vjosa Osmanin. Ku në të sëmës tonë në Shqipëri ishit? Ku ishit mërë? Është rezolut e një vitit 1998, spastrim etnik sistematik, 28 dhjetor, mas 4 ditës prapë. Kanë bërë një 24, është rezolut dhe denoncim, njëkohësisht. Kanë bërë tjetër me 28 dhjetor, 98, spastrim etnik sistematik. Ku ishe më i Vjosa? Po ti Albin, Çernagora, dhe ti de Jona Mihali, e Ladhës, e ti Donika Gërvalla e marksizëm-leninizmit. Ku ishit? 18 janar 1999 është masakra e Reçakut. Denoncim, mbajtje qëndrimi, publikim, 4 mars 1999. Kërkesë për ndërhyrje ndërkombëtare është bërë nga Kuvendi i Shqipërisë dhe në të gjithë këto vite është Partia Socialiste, nuk është Sali Berisha, i dashur i Albin Kurtit dhe këtyre maskareve sot lëvizjes vetëvendosje. Nuk ishte ai, nuk i bënte ai, i bënte Partia Socialiste. Sigurisht Edi Rama në 99 nuk ishte një kush e di, por aty ishte. Ministër ishte. Ishte Fatos Nano, ishte Pandeli Majko, ishte Ilir Meta, këta, Partia Socialiste. Ishte Servet Plumi, ishte Recep Mejdani, ishte Zabit Brokaj, ishin shumë tjerë, Arta Dade, ishin gjithë ta kuadrët e vjetër të Partisë Socialiste. 23 deri 25 mars, tjetër rezolut, 1999, masakra dhe krime, denoncohen. 7 deri 22 prill, 1999, dëbimi masiv i shqiptarëve. Denoncim, dënim i spastrimit etnik në Kuvendin e Shqipërisë, nga majoranca Partia Socialiste. 12 maj 1999, krimet monstruoze, spastrim etnik dhe masakra, denoncim, rezolut, kërkesë për dënim. Majoranca Partia Socialiste, as kërkun. Albin Kurti Çernagora, as kërkun Dejona Mihali, as kërkun Vjosa Osmani,
as Kërkonda, as Sali Berisha, me gjitha aty, dakord, po e pranoj se aty. 10 qershor 1999, krimet gjatë të rreqës forcave serbe, dhe kjo është denoncuar me rezolut. Timoj Donika Gërvala, pionierja e Enverit, ti që ke dalë në tribun me Xhaxhin Enver, dhe ti Albin, arkeo-marksisti, nacional-socialisti, ku ishit ju? Jo ma e bënte Kuvendi Shqipërisë, me Partinë Socialiste dhe Edi Ramën brenda, pavarësisht se atëherë nuk ishte kryetari i partisë, ishte Fatosnano. 26 qershor dënohen masakrat, natën nëntës, 24 dhjetor natën nëntës. Rikthimi i kosovarëve dhe dënimi i krimeve është rezolut tjetër në Kuvendin e Shqipërisë. Mbajtje qëndrimi. 23 tetor 2000, krime kundër njerëzimit, Hag dhe kërkesë për falje. I është drejtuar rezoluta për krime kundër njerëzimit drejt Hagës dhe kërkesë Serbisë si shtet gjenocidial. Duhet kërkonte falje. Mor Arbin, po ti vjosa, po ju televizjes vetëvendose, janë dokumentat atje. Si thonë këta, po i them unë, mund t'i gjenin Kuvendin e Shqipërisë. Ku ishit ju, mor, ku ishit ju, në çfarë vendet, ku lundronit ju? Se tash e keni në mend që të shani Shqipërinë gjithë ditën me kundër Shqipërisë merrni. Atëherë kur ishit? Apo të vëllezërit tanë, kena atëherë ishit ndryshe, në 2000 ishin hala, nuk ju kishte ardhur ky horror në kry, të urreni Shqipërinë më tepër se Serbinë. Se kështu ju mësoi Albin Crnagora dhe Vjosa, bashkë me Donika Gërvallën edhe me Deona Mialin. Është katër shemra mrekullueshme kjo, ka dhe shumë të tjera atje. Tash është moment tjetër, tash janë edhe 1000 portale, tash janë 1000 idiot. Është një bie fjala në Gjimshitesh edhe në Angli që fillon e ha molla, ditë për ditë, natë për ditë për këtë rezolutat. E këto janë 24 rezoluta. Edhe kërkesa botës demokratike, nga Kuvendi i Shqipërisë, që bota t'i dënoi, se këta sigurisht dhe i kishin dënuar. Këta pranojnë 1 milion shqiptarë të Kosovës, ka thot dënojnë. Imagjino sa i poshtër është Albin Kurti. Në Shqipëri janë strehuar 1 milion shqiptarë të Kosovës, Albin Kurti thot nuk i keni dënuar krimet. Ka ma maskarej se sa kaq, nuk mund të ketë burr më të poshtër se sa kaq. Nuk ekziston. Burr dhe gra, si këto që përmenda, Donika Gërvallën, vajzën e një marksiste leninisti që përshnet me grusht, si enverista, edukuar pranë Enverit, Vjosa Osmani, Deona Miali dihet, kuptohet është e qartë. 24 tetor i natën natës rikthimi kosovar dhe dënimi i krimeve. 23 tetor 2000, krime kundër njerëzimit, Hag dhe kërkesë për falje. Derisa vim në 1 shkurt 2001, Partia Socialiste prap, rezolut, gjenocid dhe të zhdukurit. Përmenden dhe të zhdukurit. Dhe sigurisht është një vimësi parlamentare, derisa vim në 2022, dhe kur fillojnë të flasin. Kur nga politika e një nacional socializmi, imitacionit fashizmit të Albin Kurtit, e cilët sigurisht detyra kryesore është shkatërrohet kombi, djenia për mikron, sepse ai do të mbajë pushtetin, dhe të palaçovinave të tipit Deona Miali dhe Donika Gërvalla, po sigurisht edhe një gruaje e cila sigurisht pretendova që do t'ishte më e mençur se sa këta, po rezultoi që sigurisht është një person jashtëzakonisht i lvizshëm, pa themel, e gjithë tentativa ishte të shkatërrojë raportin me Shqipërinë. Nuk është çështje e Edi Ramës. Në Shqipëri nuk funksionojnë këta, ne kemi njerëz të pasionuar. Mund gjesh dy pleq idiot pas kërkusht, këtu ke ne nuk është si në Kosovë që i thonë o yllo mret.
o ti më i miri i Ballkanit, më i miri i Evropës, më i miri i botës, më patrioti këtij, më patrioti atij. Në Shqipëri nuk ka kështu as për Edi Ramën, as për Sali Berishën. Për Sali Berishën ka shumica që i thonë që je kriminal. Edi Ramën mund ta shajnë, po Edi Rama dihet që nuk ka vrarë njerëz si Sali Berisha. Ky është dallim i jashtëzakonshëm. Nuk ka hedhur në erë një katund komplet, nuk ka vrarë në bulevard, edhe nuk ka disa akuza për vrasje njerëz. Përkundrazi, është goditur nga Sali Berisha. Kjo nuk është qëllimi i Albin Kurtit se do t'i armisoj me Edi Ramën, po do që t'i armisoj me Edi Ramën, t'i quhen në shërbim të Vučićit, t'i quhen në shërbim të kësaj, asaj, sepse sigurisht do të armisoj me Shqipërinë. Sepse sigurisht është çështje tjetër, është çështje kombëtariteti. Fjalët ishin të bukura për Shqipërinë dhe shqiptarët. Do një kombë tjetër, një shtet tjetër dhe një raport tjetër me atë vend të cilin sigurisht Albin Kurti nuk e do. Ashtu sikur nuk do as Amerikën, ashtu sikur nuk do as Perëndimin, nuk i do. Është një fashistëri i vogël, por sigurisht nuk i ka mundësitë për të bërë më tepër se sa kaq. Shqipëria i ka bërë rezolutat dhe nuk ka nevojë të bëjë asnjë rezolutë, ka treguar me vepra. Ka përballur luftën, ka ndihmuar luftën, ka pranuar pothuaj 1 milion shqiptar të Kosovës dhe nuk e rregullojnë çështjet rezoluta, të cilat Shqipëria i ka pafund. Dhe i është drejtuar botës demokratike, dhe është një nga faktorët që ka ndërhyrë bota demokratike. Shqipëria, pikërisht Shqipëria. Po Shqipëria është sulmohet nga Albin Crnogor, nga ish jugoslavistët, post jugoslavistët dhe gjithë handraku i mbetur aty, jo vetëm nga post jugoslavizmi, po dhe nga post serbizmi, nga vllazërim bashkimi. Këta nuk do të ndreqen kurrë, janë ideologjik. Dhe për fatkeqësi janë shumë, është e gjithë lëvizjet e vetëvendosjes. Janë shumë. Shesin patriotizëm, shesin portë patriotike, në të vërtetë janë më antipatriotët e mundshëm. Në pushtet ata u prishën çdo lloj marrëdhëniesh, 2 lloj marrëdhënie të mëdha, me Shqipërinë dhe shqiptarët, edhe me ndërkombëtarët demokratik. U prishën të 2 palë e marrëdhënieve. Po çfarë u fitua nga Albini? Pushteti i tij. Çfarë u fitua nga Vjosa Osmani? Pushteti i saj. Tash u prishi, i humbi pushteti. U akuzua bile që u pajtua dhe me Ramën. Për Rama herë pajtohet edhe të shpajtohet me gjithë botën. Këtu nuk e besoj, s'kam për ta besuar, kështu e luan politikën edhe bravo i qoftë i lumt. Po jo raporti që kanë me Shqipërinë. Partia Socialiste është edhe përpara Ramës. Ajo Parti Socialiste për cilën bëj fjalën është partia që përballoi luftën e Kosovës, gjenocidin në Kosovë. Ajo partie ka quar edhe ushtrinë atë. Ajo parti, po të themi, ka ndihmuar, që unë s'jam me atë partisë do t'jem kurrë, me Partinë Socialiste, ka ndihmuar edhe herojt e Kosovës, të jenë ato që janë, UÇK-n. Themelimi i UÇK-s është në Tiranë, me fundin e PPSH-s dhe fillimin e PS-s. Sali Berisha i ka quar në burg dhe i ka vrarë. Mirë po, lëvizja e vetëvendosje është me një parim me Sali Biçidolin. Me një parim me të është. Kështu miq i mi, kjo është e vërteta. Ato që lexova janë rezolutat. Rezolutat kundra gjenocidit, kundra shpërnguljes, kundra luftës etnike. Të gjitha janë rezolutat që janë bërë në kuvendin e Shqipërisë. Ajo që kërkon Albin Kurti, Vjosa Osmani, Donika Kërvalla, dhe gjithë lëvizjet vetëvendosje dhe gjithë maskaret e tjerë, janë një maskarellëk politik që do të forcojë pozitat brenda, do të armisojë një pjesë shqiptarëve të Kosovës me Shqipërinë. Kanë arritur ta bëjnë, por besoj që ky është momenti i fundit. Janë momentet e fundit. Shtatori ka për të dhënë fund këtyre.
të gjithë këtyre maskaralleqeve dhe krimit politik që është rritur në mënyrë eksponenciale në Kosovë. Krim politik, sidomos krim kombëtar. I shtrirë dhe në Maqedoni të Veriut me tendenca për të shtrirë dhe këtu, por këtu nuk lejohet që të shtrihet. Ashtu si kundër nuk i lejohet as partia e Albin Kurtit të ishte parti relevante në Shqipëri. Një nga fitoret më të mëdha dhe zgjuarësit më të mëdha të politikës, po sidomos shoqërisë shqiptare. Dakord, miqtë e mi?